Po pse të mos e ndjek? Çfarë po gjen zoti Ahmed? Mori miliona, iku dhe i bën kashëllëk qeverisë dhe drejtësisë shqiptare nga Zvicra. Jeton mirë, para ka, ftohet nga televizionet, është në qendër vëmendjes së opinionit shqiptar. Shqiptarët fërkojnë duar, shikojnë një telenovel SPAK me Partinë Socialiste. Shqiptarët fundit 733.727 vota që i dhanë socialistëve ndihen mbase aksioner në këto milionat e Ballukut dhe të Ramës, por aksioner në ëndër. Kështu që besoj që edhe zonja Balluku nuk ka pse të kërkojë azil mbas edhe në Bullgari ose ku ka vajtë për vizitë zyrtare. Besoj që këto planë janë bërë përpara, po është një sfidë për drejtësinë shqiptare dhe unë vazhdoj dhe duhet besoj të drejtësia shqiptare, pavarësisht se kam filluar të mendoj që ato janë të njanshëm dhe janë shumë të ndikueshëm. Në fakt, javën e kaluar pikërisht kur doli lajmi që SPAK e thret zonjën Balluku për hetimin pra të kësaj çështjeje të 2 milionë euroshit që u dha kompanisë së ish drejtorit të ARSH-s për mirëmbajtjen dhe që ishte shkelje barazisë në tendera. Në fakt, kjo është ajo për të cilën po hetohet zonja Balluku. Gjithashtu, opozita akuzoi kryeministrin Edi Rama se i kishte bërë presion prokurorit të dosjes përmes telefonit. Ju sapo thatë që është i njanshëm dhe është i ndikueshëm. A i besoni që mund të ketë një të vërtet në këtë akuzë të opozitës? Unë nuk e di sa të vërteta janë akuzën të kështë çështje personale, që i du ta dish ta kesh parë që dikush merr në telefon dhe bëjnë gjë të tillë. Megjithatë, prokurori mos përgjigjet në telefon, për është edhe prokurori, se prokurori ka qef dhe të jenë dhe në media, të jenë dhe të rrjedhë informacionet. Unë kam shumë vite që punoj në sistemin e drejtësisë gjermane, por këto marrëzëria të tilla nuk ka, këtu që një nga burimet të sigurta nga SPAK-u dolën gazetarë marrin informacione, publikohen nga dosja informacione. Kjo është nuk është në drejtësi, kjo është drejtësi me vrima, kjo është si djathi zviceran që është komplet vrima. Që dhe faji SPAK-ut që pranon telefonata dhe ka një komunikim të tillë, i dalin informacion, ato që interesojnë i nxjerr, ato që nuk i interesojnë nuk i nxjerr. Pra këto janë është çështja e SPAK-ut, e problemi i SPAK-ut nuk është problemi i opozitës. Opozita do bëjë detyrën e saj, do bëjë luftën politike, siç bën dhe mazhoranca luftën politike për të bërë politik, por në përgjithësi energjitë e mazhorancës tani botërisht dihet që janë të përqendruara KÇK, kap çfarë të kapësh, vidh dhe ik, mund të ikën në Zvicër, mund të ikën në shtet tjetër ose mbas edhe në Kanada. Por unë nuk është problemi i opozitës, kjo që marrin telefon dhe bëjnë përpjekje. Mund se quaj asnjë shkelje, nuk është sepse për çfarë ta opozosh opozitën. Më thënë socialistët vjedhen, opozita akuzohet. Kjo është një ëndër që shqiptarët duhet të zgjohen nga kjo. Në fakt, a ka guximin SPAK-u që të nisi vërtet një dhe ta çojë deri në fund, po themi, hetimin për zonjën Balluku për këtë rast? A e ka këtë guxim përderisa po themi që e ka nisur? Nuk dem tani ka dëshmuar që nuk ka guxim fare për të filluar çështje, domethënë për filluar çështën nxjerrë nuk ka guxim fare, por unë jam dhe për atë që duhet ndryshohet dhe ligji, duhet bëhet një reformë tjetër në drejtësi, që çdo prokuror i SPAK-ut pasi të mbarojë detyrën duhet të analizohet pasuria. Në fakt, unë kam bërë vetë një platformë, kam shkuar vetë një platformë për ringritjen, por duke mos qenë politikan i rëndësishëm dhe me ndikim në Shqipëri, nuk është se merr njërin parasysh, unë jam përpjekur edhe në disa media, por duhet bërë një reformë e thellë në drejtësi që asnjëri mos mund të shpëtojë drejtësisë. Pra, ideja ime që kam thënë dhe Partisë Demokratike është që çdo qytetar mbi 18 vjeç duhet të deklarojë të ardhurat dhe pasurinë që ka. Kur them çdo qytetar, e them për gjithë qytetarët, dhe pra dhe politikanët dhe prokurorët janë qytetarë mbi 18 vjeç, dhe këtu mbaron diskutimi sepse duhet të hetohet. Pra, shteti shqiptar duhet ta di se kush e ka pasurinë, kush është pronar kësaj pasurie. Edhe nëse bëjmë dhe një regjistër digital, jeni sigurt që do dalin shumë çuditëra dhe shumë para. Pra, boti nuk ka shumë rëndësi, mos më intereson si qytetar i Republikës Shqipërisë nëse Belinda Balluku do hyjë në burg, do bëj 5 vjet burg apo 10 vjet burg. Mua më intereson që taksat e shqiptarëve të po vidhen dhe po tjetërsohen, dhe po këto para duhet kthehen në vend. Kjo është detyra e SPAK-ut, kjo është detyra e gjykatës. Qartë. Në fakt, opozita sërish ka akuzuar se zonja Balluku nuk paraqitet në SPAK, por organizon një takim në Bullgari, gjë që e përmende edhe ti pak më parë, nga ana tjetër ditën kur u njoftua, po themi,
se nga ana e SPAK kishte nisur hetim për shkeljet barazisë të tendera dhe do të thëritej së bashku me avokatin në zyrat e prokurorisë posaçme. Zonja Balluku ishte në Zvicër në një takim zyrtar, po themi. A mendon që do të negociohet, po themi, për fatin e zonjës Balluku në këtë çështje? Tani se si e qyshe tek, mbase është pak herët për ta thënë, por mendon që dikush po negocion për fatin e saj? Këtë fakt nuk e di, por është në drejta zonjës Balluku që të kryej detyrën si kryeministre dhe zëvendës kryeministre të vizitojë Zvicrën dhe Bullgarinë, të jepet mundësia për të bërë dhe detyrën e shtetit, por do jepet mundësia edhe për të paraqitur në SPAK. Unë nuk besoj që zonja Balluku ka një zgjidhje tjetër nëse kthej në Shqipëri që të mos shkojë në SPAK, sepse ligji është i qartë që nëse të thret një herë, dy herë, tre herë, pastaj do të marrë me forcë dhe nuk ke nga të shkosh. Pra, ke marrë përsipër një detyrë publike, do t'i paraqitesh patjetër organeve drejtësisë. Nëse nuk e bën, që mbas edhe nuk e bën dhe mbas nuk kthesh në Shqipëri. Por kjo është një, besoj që socialistët po negociojnë, sepse ka shtet kanë bërë socialistët që negociojnë me SPAK-un për të fshehur vjedhjet e tyre. Këtë situatë mund ta shikosh janë të pashpresë edhe në parlamentin shqiptar, kur i mbyllin gojën çdo deputeti që do të flas. Faktikisht qëllimi i parlamentit nuk është për të mbyllur gojën, por është për të lënë njerëzve për të folur dhe me që kanë frikë nga shumë afera, nga shumë denoncime, nuk japin fjalën, ta ndërpresin, të nxjerrin jashtë, zbatojnë rregullorën vetëm për opozitën dhe mazhoranca ka drejt shajtë të ofendojë. Mbase dhe populli shqiptar i bën mirë kjo që shikoj një lojë të tillë, sepse mbase dhe çdo naiv do bindet që me të vërtetë socialistët nuk po bëjnë politikë për shqiptarët, pra sjellën në parlament. Unë besoj që zëdej kanë dhe një halt madh tani, kanë dhe konflikt me njëri tjetrin, kundër njëri tjetrit dhe ngadalë do bien. Pra është një jeton më shumë për etiket në sipërfaqe se sa në thelb. Në fakt, me qenë se përmende dhe konfliktet që socialistët kanë me njëri tjetrin, zoti Rama në intervistën për Deutsche Welle duket sikur ishte më pak mbrojtës ndaj zonjës Balluku se sa që kemi parë në deklaratat të tjera për politikanë të tjerë nga radhët e mazhorancës së tij. Duket sikur se duhet që të tregojmë të kujdesshëm edhe me nocionet edhe kur perifrazojmë. Duket sikur ja la drejtësisë të dorë në një kuptim të tërthort. Pra drejtësia të bëj punën e parë e saj, sigurisht duhet përmendur dhe ana tjetër e deklaratës ku e prezumoi të pafajshme gjatë procesit eventual të hetimit, deri kur po themi të ketë një vendim të drejtësisë. Si e shet deklaratën e zotit Rama? Rama është një politikan me eksperiencë, po është dhe një aktor. Ka një mimik, një shprehje që fsheh faktikisht vërtetën vetvete. Këtë shqetësi që vletaj që drejtësia të bëjë punën e saj, unë jam shumë i bindur që Rama negocion në mënyrë të edhshme me SPAK-un që ta mbrojë Ballukun, sepse rrethi po ngushtohet dhe po shkon drejt Ramës. Unë nuk besoj që SPAK-u ka mundësi tjetër edhe rrugë tjetër, sado të korruptuar, sado të padrejtë janë prokurorët, përveç se të i afrohen Ramas. Faktikisht sfidën e fundit nuk do ta ketë Rama, do ta kenë socialistët parlamentarë, pra deputetët socialistë në Parlamentin e Shqipërisë, sepse për të arrestuar Ramën duhet që Rama të hiqet imuniteti dhe këtë barë mbi vete e kanë deputetët e Partisë Socialiste. Nëse do ta bëjnë apo jo, do ta shikojmë gjatë kohës, por me që kemi parë me rastin e zotit Velia që u shkërmoj bashkia gjithë ato media që kishte, gjithë hierarkia që kishte krijuar bashkia u shkërmoj brenda disa orëve. Besoj që dhe Ramën do ta lënë veten siç lan Sadami që e gjetën një vrim në fshehur në dhe, kështu që Rama do bie totalisht, por kjo është çështje e kohës. Pra siç që thash, sfida nuk është e Ramës personalisht, ai po e ka sfidën, por sfida është deputetëve socialistë. Nëse socialistët do mbrojnë një hajdut, një të korruptuar, njëri që akuzohet nga SPAK-u, apo do t'i thonë SPAK-ut jo dhe do të krijojnë një precedent, një situatë pat në parlamentin shqiptar. Kjo mbase mund ndikohet dhe mund të rryhet edhe nga amerikanët, por nuk e di se si do shkojë puna. Me këto vjedhje, me këto ritme galopante, korrupsioni, poshtrimit qytetarit, të parlamentit, të drejtësisë, është një tmerr. Kur kam parë që gjyqtarët e gjykatës lartë të jetësojnë votën e njëri tjetrit,
që normalisht do të jenë një etalon i drejtësisë, është merr, kur që ndërgjegjeni qytetari në një gjykatë, një antar i gjykatës së lartë është në një nivel të tillë, çfarë do presin? Kur presidenti merr vetëm urdhra, kur kryetari i parlamentit merr vetëm urdhra dhe vepron. Këto është një situatë që ato punojnë vetëm me rrëshitje nga servilizmi, nga frika ndaj njëri tjetrit, nga frika ndaj nënshkrimit, domethënë të hysh ti deputet, të hysh në politikë, normalisht të kesh pak dinjitet. Jo kaq. Për thënë vetëm një rast, siç është në Gjermani, kam patur rastin të takoj kryetarin e gjykatës kushtetuese gjermane në një event, në një simpozium të organizuar nga Partia Kristian-Demokrate e CDU, dhe kam ndjekur fjalën e tij, është me të vërtetë, ishte megjithëse ka qenë politikan në parlament, një kryetar gjykate, një jurist me të vërtetë që të bëhet të mbash frymën. Domethënë kaq i saktë, kaq i përpik, kaq etalon në shprehje, në konceptin e drejtësisë që më ka bërë shumë përshtypje. Dhe unë nuk gëzoj të mendoj, t'i krahasoj me një do të mbyll sy që nuk krahasoj dot me njëri tjetrin antar i gjykatës së lartë të Shqipërisë me një antar i gjykatës së lartë gjermane. Nuk po i krahasojm, po e kam fjalën që është e tupshme që antar i gjykatës së lartë i vjedhin votat, të diskutojnë, të negociojnë, është një shenjë fleta votimit, apo është dy shenja, o na duhet ky, na duhet ai. Kështu që në këtë grop të zezë që e kanë nxjerrë drejtësinë, megjithatë duhet të jem shumë realist të them që për këtë situatë politike, për këtë gremin të drejtësisë kanë kontribuar gjitha partitë politike, sepse është krijuar një traditë politike, shkatrimi i drejtësisë është një emërues i përbashkët i gjithë politikanëve, sepse po të kishte patur sistem drejtësia, këto politikanë, ky brez do ishin hyrë në burg që ka 30 vjet, nuk ishin shans të bënin politikë më. Ato suksesi parë tyre ishte shkatrimi i sistemit drejtësisë, këtë që po vojnë gjithë shqiptarët, që nga fëmijët deri te pleqë që po jetojnë vetëm. Qartë, mirë, dua të ndrojmë këtë temën të flasim për raportin përfundimtar të OSBE Dirit për zgjedhjet e 11 majit, kishte shumë kritika aty, nuk e di sa ke arritur që ta lexosh edhe t'i bësh një analizë. Çfarë thot raporti i OSBE Dirit në këndvështrimin tënd? Shprehja e raportit është një shprehje teknokrate, një fjalor i drunjt, pa shumë kuptim për publikun, por i evidenton problemet, por jo në mënyrë kaq të thellë dhe kaq analitike sa që duhet t'i analizonte. Megjithatë këtë duhet ta mirë kuptojmë, sepse OSBE Diri nuk është spaku, spaku ka shumë fakte, shumë prova, por nuk e shikon. Kështu që është një situatë e tillë, sepse OSBE Diri nuk do të bëjë as politik, as diplomaci. Është detyra e tij që të evidentojë problemet ose në funksion të OSBE-s dhe është e pritshme kjo situatë e tillë. Dhe po të ishte PD-ja në pushtet, nuk është se do bënte gjë më ndryshe se sa kaq, kështu që nuk është se e marr si shumë të njëanshme. Kuptohet, problemet janë të identifikuar, ato i dinë, por shprehja nuk është e tillë, sepse po të shpreheshin për një krah ose një krah tjetër, do fillonte direkt lufta, pastaj se jeni të padrejtë bëni pra është e qëllimshme kjo shprehje pa shprehje është e qëllimshme atyre që nuk është japin gjëra konkretisht, ato kanë thënë që fushata ishte pa barabartë, që punonjësit e administratës u keq përdorën, kandidatët mund të shprehin, por ka pasur kandidatë që janë djerë të kërcënuar, gjërat reale, po janë minimalet. Ka patur dhe shumë herë më shumë, ka patur shumë fakte, shumë prova, që fatkeqësisht spaku nuk i pa. Por ajo që më jep shpresë mua tani, faktikisht në ndryshim nga legjislaturën e kaluar, është sjellja e Partisë Demokratike më duket shumë më korrekte, që lufta bëhet në parlament dhe sidomos në grupet, sidomos në komisionet parlamentare. Partia Demokratike duhet të vazhdojë kështu me një ton të qetë, duhet të bëjë denoncime, sepse shumë denoncime nuk ka nevojë faktikisht, sepse populli shikon, por është dhe çështja këtyre aksionerëve të Partisë Socialiste, siç ja përmenda, që ishin 733.727 vota, të cilët çdo ditë shikojnë se si shkërmboqet shteti shqiptar dhe për këtë janë fajtorë dhe ato që kanë votuar në një masë të tillë Partinë Socialiste. E në fakt duket, për ta mbyllur me këtë çështjen e raportit të OSBE Dirit, duket se ato se çfarë janë shkruar aty, po them tek pjesa kritike, përputhen jo pak edhe me denoncimet e opozitës. A e fuqizon, po themi, kjo perceptimin dhe këndvështrimin e opozitës në opinionin publik, apo njerëzit tashmë janë të lodhur nga kjo loja politike dhe
Nuk është se një raport i OSBE Odirit bën një dallim të madh për jetën e përditshme të tyre. Nuk besoj, shqiptarët janë të lodhur nga gjitha këto informacione, janë informacione pafund. Dhe besoj që edhe një pjesë e mirë shqiptarëve nuk e din çfarë është OSBE Odiri, sidomos po thotë çfarë është Odiri, çfarë do thotë. Kjo është një zyrë që punon për OSBE-n në funksion të OSBE-s për të drejtat e njerëzit dhe për demokratizimin e organeve. Pra kjo është Odiri, punon për OSBE-n. Dhe OSBE-ja është një organizata për sigurinë dhe bashkëpunimin evropian. Nuk besoj të jetë kaq efektshme, nuk ka ndonjë interes të madh, por shqiptarët, si gjithmonë, si çdo vend tjetër të botës, faktori kryesor është faktori i brendshëm, le thotë OSBE-ja, le thotë Odiri dhe le thotë BE-ja, lufta bëhet brenda vendit, janë shqiptarët që duhet të vendosin se çfarë drejtimi duhet shkojnë. Pra nuk besoj të ketë ndonjë ndikim të madh raporti OSBE-s. Qartë. Mirë, unë duhet të flasim pak në fund tani edhe për një replik që ndodhi ditën e djeshme. Disa thanë edhe për të shmangur vëmendjen nga këto problemet e fundit qeverisë të zonjës Balluku me drejtësinë, midis kryeministrit Edi Rama dhe kandidatit të pavarur të mbështetur nga opozita për zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës, Florian Binaj. Një deklaratë e Ramës e cila pastaj u përball edhe me reagimin e Binajt. Rama e akuzon atë si aktor. Pyetja ime për ty është kush është aktori? Edi Rama apo Florian Binaj? Aktor janë gjithë. Aktor politik. Por unë nuk besoj që zgjedhja ka të rrim pak tani tek Florian Binaj. Të rrim pak tek Florian Binaj. Është njëri i nderuar, respektuar, por më duket që mungon qëllimi. Pse njerëzit, unë çka kam parë në media, thuhet që ai na sjell shumë vota.